dhaut në Belgjik, jam pas plus minus pothuajse gati 10.000 marka gjermane me herët, ndërsa rrogën e parë në polici kam pas 176 mark. Ka qenë një ndryshim jashtëzakonisht i madh, po mes pagës Belgjikës dhe pagës Kosovës, mirë po unë kam shku nga parimi që çdo herë do të shërbejmë. Edhe ende shkoj nga parimi që çdo herë do të shërbejmë, edhe çdo gjë e bëj me shembull personal. Do thotë në sistemin e Jugosllavisë kam qenë jashtëzakonisht i ngritur, po ndërsa te unë miku kam qenë pothuajse i degraduar sa i përket ngritjes time intelektuale. Mirë po ajo s'ka ndiku te unë as një çik, që unë mos punoj me njëjtin vullnet sikur të isha i ngritur. Për shembull, unë zakonisht të filloj punën në ora 8, 15 të hapi zyrën, 3 minuta 16 të mbylli. Nuk e shoh askënd për rreth. E di që kam punën time, di që po shërbej dhaut, jam jashtëzakonisht i lumtur, edhe ti kisha edhe 5 jetra do ja dhuraja dhautim, për arsye se e kemi vetëm një. 2000 vjet e kemi prit këtë liri, ne na ka ardhur kjo liri, ne s'dim ta vlerësojmë. Unë jam jashtëzakonisht i dëshpëruar me politikën e Kosovës, jashtëzakonisht jam i dëshpëruar edhe me popullin e Kosovës, për arsye se populli i Kosovës duhet më ngrit, kur diçka nuk funksionon në shtet, duhet populli më ngrit. E jo me prit, me ndet në gjumë, se ne qëndrojmë gjumë, ne për asgjë nuk kanë kohë, jemi vetëm popull në botë që nuk kanë kohë. Populli francez, për shembull në Francë, kur ngritej çmimi i naftës, e kanë ndjek Parisin për 3 cent apo 4 cent naftë. Këtu te ne ngritej ulej çmimi i naftës në burzën botërore, te ne nuk ulet, askush nuk kanë kohë për mos uljen e çmimit naftës nga shitësit në Kosovë, nga pompat e benzinë në Kosovë. Dhe nuk është vetëm nafta? Sepse ne populli i kur nuk funksionon diçka, ne nuk kanë kohëmi. Mbahen zgjedhjet, ne nuk dalim. Kur mbahen zgjedhjet në cilin do shtet, unë kam pasaportin, kur mbahen zgjedhjet unë votoj. Unë në çdo shtet kur mbahen ku e kam pasaportin unë shkoj votoj. Unë shkoj votoj edhe në ambasadë belge, unë shkoj votoj edhe në ambasadë slovake, edhe në ambasadë kroate, edhe në Shqipëri shkoj votoj. Kur mbahen zgjedhjet unë shkoj në Shqipëri votoj, se unë jam qytetar. Edhe unë kam për obligim me shku me votu atje. Ata më thonë pse ti vjen me votu kur jeton këtu. Unë i them fal, unë kam pronën atje. Edhe unë ndjehem, unë vim me votu, sikur do jetoj atje 365-24 orë. Është obligim edhe juaj që ju jetoni këtu. Te ne mbahen zgjedhjet në Kosovë, pothuajse 30 apo 40% popullatës dalin zgjedhje, që është horror. Është e pa imagjinuar për kokën time. Në vend se me dalë zgjedhje, unë jam i papërcaktuar. Unë jam apolitik, personalisht unë jam apolitik. Ata më thonë unë jam i papërcaktuar, ti je i papërcaktuar. Po zotëri ti duhesh me dalë zgjedhje. Ti duhesh me përcaktu për një parti politike edhe me votu që vota jote me shku diku. Ti kërkon diçka, ankohesh e se ke hedh votën, ti duhesh me hedh votën. Edhe nëse e prish flet votimin, tregon revolt. Jo, ajo nuk bën. Ajo nuk bën. Jo, prishja vetë votimit jo. Ajo ngritja, ajo niveli i ulët i vetdijes. Prishja e flet votimit të niveli i ulët i vetdijes. Aty duhet me dalë flet votim edhe me votu për ato që ta merr mendja aty. Kur pyesin mua për këndje apo për kë do voton, unë them unë do votoj edhe në Shqipëri edhe në Kosovë për ato që shërben në dhaut. Për mua s'ka më si kush është në parti politike apo në qeveri. Unë votoj për ato që shërben në dhaut. Kam votoj dhe do votoj edhe në të ardhmen për ata që shërben në dhaut. Unë s'kam qenë kur antore asnjë partie politike. Do thotë unë vetëm jam një shërptor i dhaut, asgjë më shumë. E bukur. Flasim pak për judon. E për judon po kthehemi me qenë se është një ndër sportet i cili ka ngritur Kosovën në tjetër nivel. Pjedestalin me të lartë botëror. Patjetër, prandaj, dhe shumë dua ta diskutoj mendimin, do ta diskutoj punën tuaj fillimisht dhe më pas mendimin tuaj sa i përket judës në Kosovë. Unë në vitin 2000 kam hap klubin e judës Polici, po tani kemi kalu para një viti në klubin e judës Policia Kosovës. Unë mund të them që judoja ka bërë bumin më të madh që ekziston në botë, nga të gjitha sportet, edhe në gjithë historinë e kombit shqiptar, për arsye se një shtet si që Kosova, me plus minus 2 milion banor, në Olimpiadën e fundit është radhit e dyta mbas Japonisë, kjo nuk do në fjallë. Do thotë kjo është për çdo lavdat. Unë i shoh komentet në Facebook, i shoh komentet për shembull kur arrin një rezultat sporti i judos, i shoh komentet aty, po e zëm i shkruajnë 100 komente, 200, 300 apo 400 komente, që është turp për të gjithë sportdashësit e Kosovës. Kthehet Malinda Kelmendi, Nora Gjakova, Distria Krasniqi kthehen me medalje olimpike. Kthehet me medalje olimpike Laura Fazleu, kthehet me medalje olimpike
mediat shkruajnë shumë pak, qytetarët i përkrojnë shumë pak, jam jashtëzakonisht i dëshpëruar në këtë vedije t'ullët. Jashtëzakonisht jam i dëshpëruar për arsye se do ishte mirë me dalë i gjithë kombi shqiptar me i prit ata, jo vetëm Kosova, po të gjithë shqiptarët ku janë shtetet të rreth, Serbi, Maqedoni, Malzi, Kosovë, Shqipëri, me dalë me i prit, me lule në dorë dhe me përgëzu për rezultatin arritur, për arsye se në kampionatin evropian është radhit Kosova e para, pastaj shtetet tjera. Tash imagjinoni Kosova e para, pastaj shtetet tjera. Kampionatin evropian. Franca, po thuaj